e nderuar profesor Nadin, të nderuar përfaqësues të institucioneve publike, akademike, kulturore, nderuar anëtarë të Senatit Akademik, kolegë dhe kolegë, studiues, studentë dhe student, miq të Universitetit të Shkodrës Luiq Gorakuqi, zonja Zotri. Sot, Universiteti i Shkodrës Luiq Gorakuqi mblidhet në një çast të veçantë të jetës së tij akademike, në ceremoninë e dhënies së titullit doktor honoris causa profesor Nadin, një studiues i të shquar, një emër të nderuar të albanologjisë bashkëkohore dhe një mik i të çmuar të Shkodrës e të kulturës shqiptare. Titulli doktor honoris causa përfaqëson nderimin më të lartë që një universitet u jep personaliteteve vepra të cilëve kanë lënë gjuhën të qëndrueshme në dije, kulturë dhe jetën shpirtërore të shoqërisë. Përmes këtij akti, Universiteti ynë shpreh mirënjohjen e tij institucionale ndaj një studiuese që me përkushtim, erudicion dhe ndjeshmëri të rrallë ndaj burimeve historike ka ndriçuar faqe themelore të kujtesës shqiptare dhe në mënyrë të veçantë të kujtesës së Shkodrës. Profesor Nadin i përket asaj tradite studiuesish që e shohin kërkimin shkencor si një formë përgjegjësie ndaj të vërtetës historike. Puna e saj është ndërtuar mbi dorimin e arkivit, mbi leximin e kujdesshëm të dokumentit, mbi aftësinë për të dëgjuar gjurmët e së shkuarës dhe për t'i kthyer ato në pjesë të dijes sonë kulturore. Në veprën e saj, dokumenti nuk mbetet një dëshmi e heshtur, ai bëhet zë i një qyteti, i një bashkësie, i një qytetërimi. Në qendër të kërkimeve të profesor Nadin qëndron hapësira adriatike, ajo zonë e madhe komunikimi ku Shqipëria dhe Italia, Shkodra dhe Venediku, historia dhe kujtesa kanë ndërtuar për shekuj një marrëdhënie të dendur kulturore, politike dhe njerëzore. Përmes studimeve të saj kjo hapësirë shfaqet si një territor takimesh, lëvizjesh, ndërmjetësimesh dhe shkëmbimesh, ku prania shqiptare zë vendin e saj të merituar në historinë evropiane. Për Shkodrën, kontributi i Nadin ka një rëndësi krejt të veçantë. Zbulimi dhe sjellja në vëmendjen shkencore e statuteve të Shkodrës përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme për njohjen e historisë mesjetare të qytetit tonë. Ky dokument e vendos Shkodrën përballë nesh si një bashkësi urbane me rend juridik, me organizim qytetar, me institucione, me dije shoqërore dhe një kulturë të konsoliduar të jetës publike. Përmes statuteve, Shkodra dëshmon një dimension të çmuar të identitetit të saj historik, traditën e qytetërimit urban, aftësinë për vetërregullim, ndjeshmërinë ndaj ligjit, pronës, bashkëtesës dhe rendit shoqëror. Në këtë kuptim, puna e profesor Nadin i ka dhënë qytetit tonë një pasqyrë të thellë të vetvetes. Ajo ka rikthyer në qarkullimin shkencor dhe kulturor një dokument që na lejon ta shohim Shkodrën jo vetëm si qytet të historisë, por si qytet të së drejtës, institucioneve dhe kujtesës evropiane. Rikthimi i këtij dokumenti në vëmendjen shqiptare ka një vlerë të dyfishtë. Ai ka vlerë shkencore, sepse ka hapur shtigje të reja për studimin e Shkodrës mesjetare dhe të historisë urbane shqiptare. Ai ka dhe vlerë simbolike, sepse na kujton se kujtesa e një qyteti udhton, ruhet, shpërndahet dhe fal punës së studiuesve të përkushtuar mund të thet sërish në vendin ku merr kuptimin e saj më plot. Vepra e profesor Nadin përfshin gjithashtu një fushë të gjerë studimesh mbi praninë shqiptare në Venedik, fatet e arborëve pasorënës së Shkodrës, figurën e Skënderbeut në kulturën venedikase, botën e marimbaletit, lidhjet e tij me mjedisin botues të kohës, si dhe kontekstin historik e kulturor, ku vendosen monumente themelore të kujtesës sonë, ndër të cilat edhe Meshari i Gjambuzukut. Me këto studime, profesor Nadin ka ndërtuar një hartë të pasur të pranisë shqiptare në qytetërimin e Adriatikut. Ajo ka treguar se historia shqiptare lexohet më qartë, kur vendoset në rrjetin e marrëdhënieve të saj mesdhetare dhe evropiane. Pikërisht këtu qëndron një nga meritat më të mëdha të punës së saj. Ajo ka dhënë historisë sonë një horizont më të gjerë leximi, duke lidhur atë me arkivat, qytetet, botimet dhe kujtesën kulturore të Evropës. Për Universitetin e Shkodrës Luiq Gorakuqi, nderimi i profesor Nadin ka një kuptim të thellë institucional. Universiteti ynë është i vendosur në një qytet ku historia, arsimi, letërsia, feja, kultura qytetare dhe albanologjia ndërthuren në mënyrë të pazgjidhshme.
Prandaj çdo kontribut që ndryshon Shkodrën, që e pasaj me shumë vetdije për rrënjët e veta dhe që e vendos në dialog me kulturën evropiane, prek drejt për drejt edhe misionin ton universitar. Ky mision na kërkon të ruajmë trashëgimin, jo si kujtim të mbyllur, por si burim kërkimi, si energji mendimi dhe si përgjegjësi ndaj brezave që formohen në këtë universitet. Në këtë kuptim vepra e profesor Nadin përfaqëson një shembull të vyer për studiuesit dhe studentët tanë. Ajo na mëson se kërkimi i vërtet fillon me respektin për burimin, vazhdon me përpikmërinë e interpretimit dhe përmbushjet, kur dia kthehet në pasuri të përbashkët kulturore. E nderuar profesor Lucia Nadin, Shkodra ju ka njohur për i kohësh si mike të saj. Ajo ju ka shpërur me njohjen e vet, duke ju ndëruar si qytetare nderi. Sot, Universiteti i Shkodrës Luiz Gorakuqi çon më tej këtë mirënjohje, duke ju akorduar titullin doktor honoris causa në shenjë vlerësimi për veprën tuaj shkencore, kontributin tuaj të jashtëzakonshëm në studimet shqiptare dhe lidhjen e veçantë që keni krijuar me historinë dhe kujtesën e këtij qyteti. Ky titull e shpreh respektit ton të thellë për ju, por është njëkohësisht edhe një pohim i vlerave që universiteti ynë dëshiron të mbrojë dhe të përcjell, për kushtimin ndaj dijes, besnikërinë ndaj të vërtetës historike, dialogun ndërkulturor dhe nderimin për ata studius që bëjnë shkencën një urë midis kombeve. Në emër të Universitetit të Shkodrës Luiz Gorakuqi, të Senatit Akademik, të trupës pedagogjike dhe të studentëve tanë, ju shpreh mirënjohjen më të lartë për gjithçka keni bërë për Shkodrën, për historinë shqiptare dhe lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Italisë. E nderuar profesor Nadin, në këtë titull, Universiteti i Shkodrës ju pranon në bashkësinë e tij akademike me nderim, përulje, mirënjohje dhe respekt të thellë. Faleminderit. Ndëroni të ndaj me ju vendimin e Senatit Akademik dhe pëlqimin e Ministrisë së Arsimit për dhënien e titullit doktor honoris causa për profesor Nadin. Senati Akademik, me vendimin nr. 35 datë 29 i pari 2026, në mbështetje të ligjit 80/2015 datë 22/7/2015 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, neni 38.1 Germa 2, statutin e USH-s neni 17.6 Germa R, VKM nr. 112 datë 23/2/2018 për përcaktimin e kriterëve për fitimin e gradë shkencore doktor dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titullit akademik, profesor asociuar dhe profesor, KEUR 5.1, Senati Akademik me propozim të Departamentit të Historisë dhe Qendrës Studime Albanologjike në mbledhjen e tij të datës 29 janar 2026 vendosi të miratoj dhënien e titullit doktor honoris causa të USH-s për profesor Lucia Nadin. Mbështetur në vendimin e Senatit Akademik, sipas procedurave që përcakton ligji 80/2015, Ministria e Arsimit ka dërguar këtë shkresë. Në vijim të shkresës suaj numër 1149 protokolli datë 17/3/2026 me lëndë kërkohet pëlqim për dhënien e titullit doktor honoris causa për profesor Nadin, administruar në Ministrinë e Arsimit, datë 19/3/2026, ju informojmë se Ministria e Arsimit, në zbatim të pikës 1 të KEUR 5 të vendimit nr. 112 datë 23/2/2018 të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kriterëve për fitimin e gradës shkencore doktor dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titullit akademik profesor asociuar dhe profesor të ndryshuar jep pëlqimin për dhënien nga institucioni juaj të titullit doktor honoris causa për profesor Nadin. Ministria e Arsimit, Ministre Kombaro. Faleminderit. Ftoj përsërisht të prego. Të dorëzojmë certifikatën dhe pllakën. Republika e Shqipërisë, Universiteti i Shkodrës Luiz Gorakuqi, Universiteti i Shkodrës, prego, përsërisht. Grazie.
Me vendim të Senatit numër 35, datë 29/6 dhe me dhënien e pëlqimit nga Ministria e Arsimit me shkresën numër 2237 fraksion 2 datë 2/4/2026 i akordon profesor Lucia Nadin titullin doktor honoris causa me këtë motivacion për lidhjen e veçantë të zonjës Lucia Nadin me shkencat historike dhe albanologjike, të cilat janë të thella dhe të dokumentuara nga zbulime të vyera dhe në botime të vlefshme, ndër të cilat spikasin për nga rëndësia statutet mesjetare të qytetit të Shkodrës, aja ka hulumtuar si askush tjetër në arkivat e Venetikut, duke na sjell një sër dëshmish të panjohura dhe duke arritur të përcjell tek lexuesi dhe studiuesi historisë son kombëtare sinteza të vlerëta historiografike të pajisura me aparate kritike që dëshmojnë njohuri të thella, aftësi analizuese, vizion dhe intuit shkencore. Shkodër me 25/5/2026. Grazie. Dorëzojmë profesoreshës, pra dhe njëherë titullin doktor honoris causa. Faleminderit.